në kryt partisë Përparim Rama, i cili pati përplasje të dendun atë ditëve të fundit me eksponent partisë në pushtet, me pushtetin aktual që është e vërtita, dhe ai realisht meti i vetmum dhe askush për lidhjet demokratike nuk i dolin krah. Njëtjen pyetje ja bona zotit Lutfi Azhiri, i cili tha po unë jam me ta. Mirë po e tha se e tha me sinceritet, aveç me la gojen, nuk tashun e nuk jam në psikologji të kërkujt. Por zoti Rama si eksponenti numër 1 që po përplaset me pushtetin, është kriju përshtypja në publik që totalisht është i vetmum. Pse? Unë mendoj që kjo ka kronologji, edhe nuk është eksponenti i parë zoti Rama që përplaset me Dejona Mihajlin edhe me parapolitikën e vetëvendosjes. Ka plot eksponent LDK-s që në periudha të caktuar janë përplas. Pa i ka shfaqur edhe disa blokada që ju kanë bërë çështë vërtetë, nuk po gjesh fjalë goje. Janë përplas shumë ashpër me parapolitikën e vetëvendosjes edhe me politikën e vetëvendosjes. Po flas për eksponent LDK-s. Zoti Rama në secilin deklarim të tij është deklaruar që nuk është LDK. Është drejtë e tij me deklaruar, mirë po duhet pas parasysh edhe na, edhe ju, edhe opinioni, zemërgjësinë që ka pas LDK-ja në rastin e zotit Rama. Ftesët që ja ka bërë për kandidim, platformën LDK-s që ja ka dhënë në shërbim përfituaren që ka korrë në 2021, platformën që ja ka dhënë në shërbim komplet strukturën e 5 degëve të Prishtinës për zgjedhjet e fundit lokale, nuk është zoti Rama vetëm këtu. As më pak, nëse deklarohet që nuk është LDK. Mendoj që detyrë primare e zotit Rama është shërbimi qytetarit të Prishtinës, edhe zgjidhja e problemeve të kryeqytetit, të cilat janë shumë mëdha. Ka plot eksponentë LDK-s që janë përplas, që kanë më përplas edhe të vazhdumen me lëvizjen e vendosjes, me politikën e saj, me parapolitikën. Me pos zon edhe për nivelin qendror. Sigurisht. Tudhëheqjes partisë. Sigurisht që kanë të drejtë, mirë po nuk mendoj as që është temë kjo situatë. Mendoj që është një ballon politik që është hyrë në një moment caktuar. Ballon politik Përparim Rama? Jo, situata. Situata. Situata, se nuk ka pjesë. Po ju zoti Ferroti ju konstatoni edhe ju, si unë.